Bashkimi Demokratik për Integrim në vitin 2002 e bëri një kthesë të madhe të realizimit të drejtave të shqiptarëve në Maqedoni. Kjo kthesë do të vazhdojë edhe në vitin 2014. Me 13 prill 2014 shqiptarët e dhanë plebishitin e tyre. Ata i thanë jo presidentit të njashëm. Dhe me 13 prill shqiptarët e treguan një kthesë tjetër të sigurt dhe shkallë të lartë pjekurie të vetdijes kombëtare. Bashkimi Demokratik për Integrim në këto zgjedhje të parakohshme ka dhe platformën e vet për këto zgjedhje. Unë po fokusohem, po përqendrohem në 2-3 pika vetëm, sepse aty brenda kemi diku 1083 projekte ekonomike, po ashtu edhe projekte që i takojnë mirëqenies sociale. Po filloj me përfaqësimin. U përmend edhe më herët nga parafolësit tanë se të gjitha projektet kombëtare në 10 vjeçarin e fundit në Maqedoni e kanë vullën e Bashkimit Demokratik për Integrim. Po filloj me përfaqësimin e shqiptarëve në institucionet gjithandej. Në vitin 2002, kur Bashkimi Demokratik për Integrim erdhi për herë të parë në qeveri, e gjeti përfaqësimin e shqiptarëve me vetëm 2%. Tani në vitin 2014, përfaqësimi i shqiptarëve është me 18%. Dhe ne nuk do ndalim me këtu, ne do vazhdojmë edhe më tej. Fokusohet, përqendrohet, përkushtohet në ngritjen e cilësisë së arsimit në shkollimin fillor dhe atë mesëm. Bashkimi Demokratik për Integrim angazhohet që të pavarësojmë edhe 2 shkolla tjera të mesme që i kemi në Kumanov. Ashtu si që pavarësua gjimnazi Sami Frashëri, do të pavarësohet edhe shkolla ekonomike dhe ajo teknike. Dhe për ato është gjetur edhe vendi caktuar. Tani kemi lokalitetet e ish kazermave ushtarake që më parë përdoreshin për planet më antikombëtare ndaj shqiptarëve, respektivisht përdoreshin për çfarosjen e shqiptarëve, tani ne aty prodhojmë dije. Angazhimi i Bashkimit Demokratik për Integrim është që të sjellen edhe degë të tjera. Respektivisht bëhet fjalë për fakultetin e ekonomisë agrare, agronomisë. Me 27 prill shqiptarët në mes LSDM-s dhe VMRO-s do zgjedhin vetën. Sepse nuk synojmë hysën e askujt përpos asaj tonës, ajo që na takon neve. Faleminderit, na priftën bara.